te sardelet ne kemi selenin, që nuk është vetëm për problemet e tiroidës dhe gjëndat hormonale, po është një nga antioksidantët më të fuqishëm dhe është një nga mbrojtësit më të mirë kundër dëmtimit të radikalive të lira. Por çfarë kemi te sardelet tjetër? Ne kemi kaliumin dhe magnezin, të cilën ne e dimë shumë mirë shërbejnë për tensionin, për krapet, për problemet e këtyre ngërçeve, për problemet e muskuleve. Kemi sasi të lartë të kalciumit. Llogarisni, në 100 gram sardele ne kemi 400 mg kalcium. Aq sa ne mund të marrim në ditë. Pra vetëm, por gjendet kryesisht e kockat e sardelës. Pra ne duhet t'i konsumojmë me hala që të marrim sasinë e duhur të kalciumit. Pra kanë më shumë kalcium nga produktet e tjera të peshqive. Po, kanë më shumë kalcium, po për porcion flasim gjithmonë. Për porcion. Po duhen konsumuar me gjithë hala. Nga ana tjetër kemi fosforin, i cili punon bashkë me kalciumin për problemin e kockave. Pra është shumë thelbësore. Po kemi hekurin, i cili është shumë determinant për problemet e anemisë e tjera. Dhe kemi omegën 3 që tam që ul nivelin, se omega 3 është një nga antiinflamatorët më të mirë, po kemi një balancim midis omegës 3 dhe omegës 6 të sardelet. Dhe ky raport bën që të ulim nivelin e proteinës S reaktive ose markerit të inflamacionit që është CRP-ja. Të balancojmë balancimi omegës 3 me 6, çfarë bën tjetër? Nga ana tjetër bën stabilizimin e membranave qelizore, që qelizat të funksionojnë më mirë.